Mirëmbrëma, i nderuar zoti kryetar, të nderuar këshilltar, përfaqësues të administratës, përfaqësues të medias, të nderuar qytetar, deklaroj të hapur mbledhjen e Këshillit Bashkiak. Aktualisht nga 51 këshilltar janë 37 në sallë. Rendi i ditës i miratuar në kryesinë e Këshillit është si mi poshtë vijon. Projekt vendim numër 1 për përndërimin e fondit shtesë mbi fondin e kurzuar prandimin ekonomike deri në 6% për muajin nëntor 2025. Projekt vendim numër 2 për plotësimin e vakancës dhe dhënien e mandatit të antarit të Këshillit Bashkiak. Projekt vendim numër 3 për miratimin e nivelit të bursave për nxënësit e viteve të para, viteve të dyta e lartë të shkollave të mesme për vitin shkollor 2025-2026. Projekt vendim numër 4 për disa ndryshime dhe shtesa në VKB numër 1 datë 22 i pari 2016 për taksat dhe tarifat vendore në Bashkinë Shkodër i ndryshuar. Projekt vendim numër 5 për miratimin e kalendarit të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm 2027-2029 dhe të buxhetit vjetor 2027. Projekt vendim numër 6 për miratimin e planit të aktiviteteve të Këshillit Bashkiak Shkodër për vitin 2026. Projekt vendim numër 7 për miratimin e buxhetit të vitit 2026 dhe programit buxhetor afatmesëm përfundimtar 2026-2028 të Bashkisë Shkodër. Si edhe pika fundit, diskutime jashtë rendit ditës. Përpara se ta hedhim në votim, kam një propozim, pika 2 e rendit të ditës, duhet hiqet sepse nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk në ka ardhur dokumentacioni për plotësimin e vakancës dhe dhënien e mandatit të antarit të Këshillit Bashkiak. Kështu që hedhin në votim rendin e ditës me heqjen e pikës numër 2. Kush është dakord? Pro? Kundër? Abstenim? Atëherë, me 36 vota pro, miratohet rendi i ditës. Përpara se të kalojmë tek projekt vendimet sipas rendit të përcaktuar, kërkoj që nga ana e Këshillit të bëjmë miratimin e procesit verbalit të mbledhjes së kaluar të Këshillit Bashkiak datë 27/11/2025. Pro? Kundër? Abstenim? Jonis, a votove të lutem? A votove apo ja? Atëherë me 37 vota pro, miratohet proces verbali i mbledhjes së kaluar të Këshillit Bashkiak datë 27/11/2025. Kalojmë në projekt vendimin numër 1 për përdorimin e fondit shtesë mbi fondin e kurzuar për ndimin ekonomike deri në 6% për muajin nëntor 2025. Do të vazhdojmë me të njëjtën procedurë si mbledhjes së Zoti kryetar, po. Atëherë kalojmë tek mendimi i kryetarëve të grupeve, zoti No. Si grup shprehim dakordsinë lidhe me projekt vendimin. Zoti Sokoli. Gjithashtu dhe grupi i Partisë Socialdemokrate është pro projekt vendimit. Faleminderit Shestani. Mirëmbrëma, edhe na shprehim dakordsinë. Ju faleminderit. Atëherë hedhim në votim projekt vendimin numër 1 për përndërimin e fondit shtesë mbi fondin e kurzuar për ndimin ekonomike deri në 6% për muajin nëntor 2025. Pro? Kundër? Abstenim? Atëherë me 40 vota pro, miratohet projekt vendimi për përdorimin e fondit shtesë mbi fondin e kurzuar për ndimin ekonomike deri në 6% për muajin nëntor 2025. Kalojmë në projekt vendimin e radhës për miratimin e nivelit të bursave për nxënësit e viteve të para dhe viteve të dyta e lartë të shkollave të mesme për vitin shkollor 2025-2026. Do kena relatim apo? Besoj zoti kryetar, lutem, më fal, edhe këtu s'është nevoja, është një gjë etike për studentat, kështu që nuk është nevoja që zgjaten edhe të vazhdojmë rendin e ditës, të vazhdojmë me miratimin, nëse janë dakord qytetarët e grupeve gjithmonë. Sa sensitive ka ndjeshmëria, unë jam dakord me vazhdu. Zonja Shestani. Besoj se vlerësimi është bë korrekt edhe ne jena dakord. Falenderoj. Atëherë hedhim në votim projekt vendimin për miratimin e nivelit të bursave për nxënësit e viteve të para, viteve të dyta e lartë të shkollave të mesme për vitin shkollor 2025-2026. Pro? Kundër? Abstenim? Atëherë me 40 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet projekt vendimi për miratimin e nivelit të bursave për nxënësit e viteve të para, viteve të dyta e lartë të shkollave të mesme për vitin shkollor 2025-2026. Kalojmë tek projekt vendimi i radhës për disa ndryshime dhe shtesa në VKB numër 1, datë 22/01/2016 për taksat dhe tarifat vendore në Bashkinë Shkodër i ndryshuar. Është një projekt vendim i cili herën tjetër nuk mori votat e 26 këshilltarëve,
Mori 24 vota, prandaj risjellën një herë në Këshill për të marrë votat e duhura për t'i hapë rrugën zbatimit të tij. Zoti No. Atëherë zoti kryetar, me qenë se është relatu nga drejtoresha përkatëse projekt vendimi numër 4, ka pas diskutime dhe pyetje, si grup shprehim dakordsinë që ta hallim direkt në votim. Zoti Sokoli. E njëjta gjë na mbetet edhe ne. Urna? E njëjta gjë na mbetet edhe ne. E Po. njëjta gjallë dhe ju. Po, zonja Shestani. Atëherë, ne kena kërkuar në fakt edhe në komisione që këtu kam rënë 2 projekt vendime, njëri për tarifën e qerdheve dhe tjetri për taksat për agjencitë për gjobat e agjencive funerale. Kështu që kena kërkuar mu da 2 projekt në vendimet dhe normalisht një gjë e tillë nuk është marrë parasysh, nuk e di arsyeën pse. Një kohë që nër komisione na është premtuar që do dahen. Në cilat komisione? Dhe këta komisione që janë zhvilluar herën e fundit për këtë menaxhimin e pushtetit vendor. Pushtetjen, problemet e pushtetit vendor. Kena kërkuar në komisione, kena kërkuar edhe herën tjetër kryetar, e kena kërkuar edhe sot faktikisht, e kërkojmë edhe sot që mu da. Po. Mandej na për sa i takon diskutimit në lidhje me çerdhen, me tarifat e çerdheve, na nuk jena dakord që ato tarifa të rriten, e kena thënë edhe herën tjetër, po e përsërisim ndoshta në për qytetarët, nuk jena dakord që ato tarifa të rriten, ne po subvencionojmë tregje, po subvencionojmë Skodrinonin dhe shumë gjëra tjera, është krejt e mujtun që t'ishte subvencionuar për këtë muaj edhe kopshtet e çerdhet, mos rritet tarifa. Besoj që nuk flitet për këtë periudhë, po flitet për vitin tjetër. Atëherë nga ana komisionit, në cilin komision është diskutuar pikërisht ky projekt vendim? Edhe rrallën e kalume, kur u bë mosmiratimi i kësaj, ne kërkuam të ndahen këto dy projekt Jo, me qenë se vendime. vitit Jo, është jo me kanë një projekt vendim, po me kanë se cila paketë vetë vetë. fiskale. Administrata ka sjellë të tillë, cili është qëndrimi ju në lidhje me një projekt vendim të tillë. Atëherë edhe S'kam si me kanë të njëjti projekt vendim të dyja këto, sepse s'kan lidhje njëna me tjetrën. Njëna është prekje, është pjesa sociale, është pjesë shumë e rëndësishme E ato përkujdes. persona që kanë fëmijë në përkopshte dhe me qenë se nuk kena një rritje ekonomike në rrethin e Shkodrës, prandaj edhe nuk është e lejueshme dhe e mirë kuptueshme rritja e tarifave të kopshteve dhe çerdheve. Dakor. Projekt vendimi është i tillë, cili është qëndrimi ju, lutem? te përkujdesja sociale dhe të arsimit të komisionet që janë bërë ditën e premte. Lutem, nuk është pjesë e projekt buxhetit. E kena kërku, masi ishim në komision, e kena diskutu dhe këtë gjë dhe e kena kërku që mu do. Në komisione nuk kemi pas quorumi për të miratu dhe me Dakor, dalë po me një vendim unik. kanë kenë përfaqësuesit e bashkisë, drejtorët. Po ka ardhi tillë projekt vendimi, kështu që cili është qëndrimi ju në lidhje me këtë projekt vendim, lutem? Kundra. Kundër. Atëherë, okay, hedhim në e votim projekt vendimin për disa ndryshime dhe shtesa në VKB numër 1, datë 22 i pari 2016 për taksat e tarifat vendore në Bashkinë Shkodër në ndryshuar. Pro? Kundër? Abstenim? Atëherë 28 vota pro, 11 kundër, 1 abstenim, miratohet projekt vendimi për disa ndryshime dhe shtesa në VKB numër 1, datë 22 i pari 2016 për taksat e tarifat vendore në Bashkinë Shkodër në ndryshuar. Kalojmë në projekt vendimin tjetër për miratimin e kalendarit të përgatitjes së programit buxhetor afatmesim 2027-2029 dhe buxhetit vjetor 2027. Është e njëjta praktikë që ne miratojmë në çdo fund vitit. Kush është pra miratimit të kalendarit? Pra, ju lutem. Kundër? Abstenim? Atëherë me 40 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet projekt vendimi për miratimin e kalendarit të përgatitjes së programit buxhetor afatmesim 2027-2029 dhe buxhetit vjetor 2027. Kalojmë në pikën tjetër të rendit të ditës për miratimin e planit të aktivitetet të Këshillit Bashkiak Shkodër për vitin 2026. Është i njëjti plan i cili përcjellet çdo vit. Pro, kundër? Abstenim?
Atëherë me 14 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet projekt vendimi për miratimin e planit të aktivitetit të Këshillit Bashkiak Shkodër për vitin 2026. Kalojmë në pikën tjetër të rendit të ditës për miratimin e buxhetit të vitit 2026 dhe programit buxhetor afatmesë përfundimtar 2026-2028 të Bashkisë Shkodër. Fjala është për kryetarin e bashkisë, zotin Benet Besi, për një prezantim të përgjithshëm të këtij projekt buxheti. Faleminderit kryetar, të nderuar anëtar të Këshillit Bashkiak, të nderuar qytetarë të Shkodrës, partnerë dhe bashkëpunëtorë. Përpara se të kaloj në prezantimin në detaje të investimeve dhe projekteve konkrete përmes PowerPoint-it, duhet ndaj disa mesazhe kryesore mbi rrugën që kemi ndjekur deri tani dhe filozofinë e këtij buxheti afatmesë. Në këto 2 vite, përpjekja jonë kryesore ka qenë të forcojmë dhe të riorganizojmë punën e Bashkisë Shkodër në të gjitha sektorët. Kemi punuar për organizimin më të mirë të strukturave, më shumë koordinim për drejtoritë, për rritjen e disiplinës dhe përgjegjësisë dhe mbi të gjitha një ritëm pune tjetër më të shpejtë dhe më efikas. Dua ta them qartë për këtë ndryshim të brendshëm dhe pak të ndryshim brendshëm, asnjë nga rezultatet e deri tanishme të arritura nuk do të ishte i mundur. Dhe në këtë pikë dua të shpreh një falënderim të veçantë për drejtuesit dhe punonësit e Bashkisë Shkodër në të gjithë sektorët, nga shërbimet publike, infrastruktura, mirëmbajtja, financat, arsimi, kultura, shërbimet sociale, ekonomia deri te planifikimi dhe menaxhimi. Administrata e bashkisë ka dhënë një ritëm tjetër pune, shpesh në kushte jo të lehta dhe me ngarkesë shumë të madhe. Ky buxhet dhe këto rezultate janë paraqitësh rezultati i punës njerëzve që çdo ditë mbajnë në këmbë funksionimin e bashkisë. Por gjithashtu duhet të theksoj qartë se kjo punë nuk është bërë vetëm nga administrata apo nga kryetari, ka qenë mundur fare dhe bashkëpunimi me Këshillin Bashkiak, të cilin dua sinqerisht ta falenderoj për mbështetjen që ka qenë shumë e nevojshme për ne, por dhe për kritikat, dhe për sugjerimet, dhe për debatet konstruktive. Është e vërtetë që politika shpesh shoqërohet me emocione, me debatet forta dhe ndonjëherë me komunikim përtej normave të zakonshme, por kjo është pjesë e realitetit politik. Por ajo që ka rëndësi është se pavarësisht dallimeve, kemi arritur të mbajmë një dialog funksional, ku mbështetja, por dhe kritikat kanë ndihmuar në përmirësimin e vetëndihmarrjes dhe të performancës bashkisë. Falë këtij organizimi më të mirë të punës, kemi arritur të rrisim ndjeshëm investimet publike. Të përmirësojmë mbledhjen e të ardhurave dhe të kthejmë ato të ardhura në investime konkrete në territor. Kemi arritur të kthejmë një partner kyç dhe të besueshëm për bashkëpunimin me institucionet qeveritare, me Ministritë e Linjës dhe me agjencitë përkatëse. Kemi arritur gjithashtu të përmirësojmë marrëdhëniet me partnerët, me donatorët ndërkombëtar, me Bankën Gjermane, me BEI, Bankën Europiane, të cilët e shohin Bashkinë Shkodër tashmë akoma më shumë si një partner të denjë dhe institucional. Kjo është arsyeja pse sot flasim për një numër më të madh projektesh në zbatim dhe të përfunduara, të shpërndara në të gjithë territorin e bashkisë, në qytet dhe në njësitë administrative. Por rezultatet kanë filluar të duken dhe në ekonomi. Kanë filluar të japin frutet e tyre, jo vetëm në infrastrukturë dhe shërbime, por dhe në ekonomi. Një tregues shumë i domethënës është turizmi. Numri i turistëve i matur në net fjetje është dyfishuar në nivel bashkie që nga viti 2022 dhe është trefishuar për qytetin Shkodrës, vetëm për qytetin trefishuar për vitin 2022 me krahasim me 25. Pa ndalur shumë gjatë kjo pjesë, është e rëndësishme të theksohet se kjo rritje nuk lidhet vetëm me bukuritë natyrore, por dhe me qytetin i cili sot është më i gjallë, më i vizitueshëm dhe më konkurrues. Turizmi sot po kthehet sërish në një magnet rëndësishëm për prezantimin e Shkodrës me dinjitet, por dhe një motor ekonomik real.
Vizitorë që flenë në hotele dhe bujtine, konsumojnë në restorante dhe kafene, blejnë në dyqane, përdorin gujda turistike dhe mbështesin një sër shërbimesh të tjera ndimse, e gjitha kjo krijon qarkullimin ekonomik, vende pune dhe të ardhura për familjet shkodrane. Që nga fillimi i punës son kemi vënë re një rritje të ndjeshme të interesit të investitorëve për Shkodrën. Nga shkodranë që jetojnë jashtë qytetit, nga pjesë të tjera të Shqipërisë, por dhe nga jashtë vendit. Interesi nuk është vetëm në ndërtim dhe turizëm, por dhe në sektor të tjerë të ekonomisë. Kjo është një shenjë se Shkodra përfshihet gjithnjë më shumë si qytet me potencial zhvillimi. Jam i kënaqur se sot jemi në një moment ku kemi hedhur hapat në investime publike, kemi krijuar gjallëri dhe imazh pozitiv për qytetin dhe kemi interes real të investitorëve. Qëllimi ynë për vitet në vijim është që kjo të materializohet në vende të reja pune, vende më të mira pune dhe në një bashki ku jetohet më mirë. Një bashki ku të rinjt kanë dëshirë të qëndrojnë, të ndërtojnë jetën e tyre dhe të shohin të ardhmen këtu. Në vijim përmes prezantimit do të vazhdojnë në mënyrë më të detajuar të ndalim në projektet konkrete dhe në investimet publike për vitin në vazhdim, të cilat na synojnë të materializojnë këtë zhvillim në mënyrë më të qëndrueshme. Dhe përkatësisht kemi të ndishni me panet. Ky është programi buxhetor që po paraqisim për vitin 2026, i cili në terma shifrore është ky që keni pas mundësi ta shikoni në materialet që ju janë dhënë. Pra kemi një rritje të buxhetit nga 25-a në 26-ën, nga 1 miliard e 200 në 1 miliard në buxhetin e 25-s, 1 miliard e 480, një rritje për 17%, të cilat vijnë nga transferet e qeverisë. Pra në total ne kemi një rritje të 2.930.000, s'po jap detajet e shifrave se keni më përpara, por thjesht kemi një rritje për rreth 60% të totalit të buxhetit. Desha të ndaloj këtu për të kuptuar disa nga tendencat kryesore të asaj që ka ndodhur me buxhetin dhe asaj që ne po paraqisim sot. Pra vlera totale e buxhetit nga 25-a në 26-ën është në vlerë rritje për rreth 15%, e cila vetëm nga të ardhurat e veta të bashkisë. Nga viti në vit, e shikoni në grafikun që keni më sipër, ka një rritje të dukshme të ardhurave të bashkisë, që vjen si efekt i përmirësimit të mbledhjes të ardhurave të bashkisë. E përkthyer ndryshe të ardhurat dhe rritja të ardhurave është e përkthyer sot në investime, ku investimet e Bashkisë Shkodrës, bashkinë për buxhetin e 2026-s, ka një rritje rekord për rreth 80%. Pra, nëse do ndalesha në 3 faktorët kryesorë të buxhetit që keni përpara sot janë rritja e totalit të buxhetit me 15%, rritja të ardhurave të veta të bashkisë nga performanca e mbledhjes të ardhurave në 40% dhe rritja e investimeve për vitin 26 80%, që në shifra absolute i bie të jetë afërsisht rreth 4 milion dollar më shumë. Në buxhet do të gjeni një impakt social të admirueshëm, do thoja. Për herë të parë do të kemi mundësi dhe kemi fonde për të ndërtuar banesa sociale me fondet tona. Janë rreth 1,5 milion, 1,600,000 euro fonde për ndërtimin e banesave sociale, pa llogaritur këtu bashkëpunimet që kemi me enden e banesave, ku do të kemi edhe 4 pallate të tjera sociale për të cilat ka filluar procedura. Pa harruar po ashtu mirëmbajtjen e qendrave shëndetësore, të cilat janë më shumë se 2 fishim, 3 fishim i buxhetit. Për të qenë pak më konkret në projektet e përfunduara në zbatim, në hartën e Shkodrës në monitor, dhe shikoni shpërndarjen e projekteve sot që janë projektet e përfunduara dhe në zbatim.
janë 75 projekte që fshin në art të shpërndara në gjithë territorin e bashkisë. Këto janë projekte të përfunduara dhe në zbatim. Do t'i ndalojmë pak më veç, por kjo është për të kuptuar më tepër ndarjen dhe shpërndarjen gjeografike të investimeve. Përmbajtja rrugore këtu në këto investime të përfunduara dhe në vazhdim janë rreth 18.5 km rrugë. Mirëmbajtja e rrjetit rrugor janë rreth 41 km rrugë, po i kaloj shpejt. Projekte të përfunduara të rikualifikimit të shesheve dhe lulishteve janë 3 sheshe që tashmë kanë përfunduar. S'pe përmend me emra, ju e dini, 2 prillit, Mehmet Pashplaku, Tahir Dizdari. Në projekte të zbatimi me infrastrukturë kemi pas disa ndërhyrje në rrugët e Marlulat, Rozalejn, ndegëzimet rreth 54 milion lekë. Në infrastrukturë, rikonstruksioni i rrugëve të fermentimit, gjithë rrjetin e rrugëve të fermentimit që keni parë që është në proces të përfunduar. Po kështu vazhdojmë me 2.5 km rrugë Pietrushi në Grudën e Re, me infrastruktura në fshatin Golem. Ne kemi infrastrukturën në rrugën e Urës Bunës Shirok që pothuajse po përfundohet, ka mbet vetëm vizimet, rikthyimin e kësaj në një shëtitore shumë të bukur, pjesë të Shirokës. Vazhdojmë me infrastrukturë më të madhe, më të rëndë që ka qenë rrugën që ka përfunduar lidhja e Velipojës me Shëngjinin. Shirok Zogaj, projekti që besoj përfundon deri para verës, që është një projekt jashtëzakonisht rëndësishëm për Shkodrën, tashmë nuk është më në plan, po është i përfunduar ose do të përfundojë së shpejti, është në punë e sipër. Ura e Baçelllokut vazhdon të jetë në punë e sipër, mësime të hapura. Aksi Dukagjinit vazhdon të punohet dhe së shpejti do marrin dhe lajmin e mirë që do të kalojë edhe në fazën për asfaltim së bashku me përmirësimet e tjera të nevojshme. Ky është një lajm që do ta japim zyrtarisht pak më vonë, po ndesha me ndajt me ju përpara. Po kështu kemi pas një punë të jashtëzakonshme për sa i përket kanale kulluese, janë rreth 90 km kanale kulluese të pastruara në gjithë në Shkodrën, pa diskutim, edhe brenda kolektorëve dhe gjithë kanaleve brenda qytetit, impaktin e cilave keni parë gjatë këtyre kohëve. Po kështu projekte përfunduara kemi në vazhdim shumë për sa i përket rikonstruksionit të kanaleve të urave të bardha, në infrastrukturë, në ndërtimin e rrjetit ujësellës të Marlulait, që kemi me përfitues rreth 6.730 banor. Projekte të tjera kemi në zbatim ndërhyrje në infrastrukturë për ujësellësin me rreth 14.000 përfitues. Mirëmbajtjen e rrjetit rrugor, ndriçimin e rrugëve janë rreth 20 milion lekë, vlera e investimit që janë kryer dhe janë përfunduar në 2 rrugët që keni në material në Lindelia dhe Qemal Dracini. Po shumë projekte kanë qenë mirëmbajtjen e rrjetit rrugor, rreth 5.5 km rrugë biçikletash, sinjalistika urbane ka qenë prioritet që është zhvilluar gjatë aktivitetit këtij viti. Sektorët që janë prekur gjithashtu pa diskutim, arsimi dhe sporti, vlen përmendet Mensa dhe Konviktit, që ka pas një interes jashtëzakonisht të madh. Shumë kemi bërë gjatë këtij viti, me thënë drejtën dhe ju e dini, shumë për arsimin, sportit, investimet në shkolla, modele shkollash, do të thoja me një standard dhe kushte të jashtëzakonisht të mira. Kemi shkollën Ndrej Mjeda, Koli Dromenon, dëshmorët e Prishtinës, Xheladin Fishtën, të cilat po i kaloj shpejt. Sigurisht kinemaja rikthehet shumë shpejt pas një ndërhyrje dhe rikonstruktimi të plot me nivelin më të lartë performancës audiovizive dhe shumë shpejt do të kemi, mendoj brenda vitit, kinemaja do të shfaqë filmat e kohës ato që shfaqen në kryeqytetet europiane, rreth datës 25 presim kinemaja të jetë e gatshme për të dhënë filmat e kohës edhe të kthehet në një tempull siç takon kinema Republikës dhe siç ka qenë gjithmonë. Sigurisht me teatrin kemi punuar dhe kemi kthyer një investim të suksesshëm, do të thoja tashmë, që ka të bëjë
një pjesë të investimet domosdoshme, por një nga më të rëndësishmit ka qenë ngrohja edhe kondicionimi i teatrit për të bërë të mundur vazhdimin e aktiviteteve në mënyrë më të komforte. Kemi pas asetet kulturore, Muzeun e Lundrimit që po vazhdon, termoizolimin e pallateve, besoj se gjithë keni qenë koshient të një pune të jashtëzakonshme që vetëm së fundi me gjatë këtij viti vetëm në 3 ndërhyrje kanë qenë rreth 1200 familje përfituese nga termoizolimi i pallateve. Kena marrë, janë të shpjeguara pak nga pak sipas shumë projekteve. Po kështu rikualifikimi urban i Bregut Perëndimor të Liçenit të Shkodrës, rikualifikimi urban i Shirokës, rikualifikimi urban i Zdrales, loti i parë. I përmenda shpejt këto për të kaluar të projekte planifikuara për 2026. Janë rreth 37 milion lek në vlerën e investimit, po përmendim në mënyrë më të ilustruar këtu i keni. Rikualifikimi urban i Selim Çobës, Martin Camajt, rruga e Tafilizve, rruga e Bregut, i detit në Velipoj, janë investimet që shihni, njëkohësisht edhe të pasqyruara në grafik edhe me harta. Bloku i pallateve në lagjen Koplike dhe Çakej është 54 milion lek, e keni në ku janë vetëm këtu janë përfitues rreth 9000 banor. Rekonstruksioni e rrugëve të cilat dhe asfaltim dhe mirëmbajtje të rritë rrugor, këtu kemi rrugën Mollaj, Dobraçë Golem, rrugën Godësi të Re, Ngru të Re, rruga Fisnikët, rruga s'po i përmend gjitha, rruga e Brigadës 2, rruga e Mesit, këto janë gjitha planifikuara, rruga e Varrezave, rruga e Varreza rruga e Kishës në Bot, rruga Molla në fshatin Belaj. Po kështu vazhdojnë projektet me rikonstruksionin e rrugëve në rruga Lek Dukagjini numër 2, bloku rruga Çakeve numër 1, rruga Komane numër 2, rruga Luiq Benusi numër 3, rruga Durham numër 5, rruga Frank Bardhi numër 5, bloku i pallatëve në rrugën 4, rruga Dora Distra numër 5, rruga Tepelen numër 5, 105 milion lekë janë vlera e investimit për të pasqyruar edhe në grafikun më poshtëm. Po kështu kemi rikonstruonin e rrugëve dhe në njësitë administrative, në anën e Malit, në Dajç, në Rrethina, në Bërdic, në Postrip, në Gurgëzi, në Velipoj, sipas grafikut edhe informacionit që keni me emrat e rrugëve, të Varrezave, trotuareve në Gurgëzi, rrugën e Varrezave në Furasak, rrugën Preka dhe Luiz Docit që keni më tej. Një projekt tjetër i rëndësishëm që parashikohet në buxhet është edhe rikualifikimi i qendrës Zogajve, është një projekt që tashmë ka përfunduar. Koncepti i Zogajt pas përfundimit të rrugës, në momentin që ne do të kemi rrugën e përfunduar sipas standardeve më të mira që e dini me rrugë biçikletash, 10 metra gjerësia e kursisë së rrugës me ndriçim. Po kështu në këtë rast ne do të rikonstruktojmë të gjithë Zogajt fasadat ose me shtëpijat e vjetra për ta rikthyer në identitetin që është, të rrugëve, ndriçimeve dhe Zogaj do të rikthehet në një qendër duke ruajtur gjithë atë vlerën e saj të trashëgimisë së fshatit në një destinacion jashtëzakonisht bukur që është shoqëruar bashkë me rrugën nga Shiroka, besoj do të jetë një atraksion i veçantë i Shkodrës. Do vazhdojmë me Ministri Gjashtë, do vazhdojmë me rikualifikimin urban të Zdrales për lotin e dytë. Do vazhdojmë me rikualifikimin urban të Mërkatës Mishit dhe të Peshkut, që tashmë ka filluar rreth 42 milion lekë. Do vazhdojmë gjatë këtij viti me paraqet për fëmijët, Dua të luaj, projektin e luajmë bashkë, janë 7 kënde lojrash. Një gjë shumë e rëndësishme që ne e kemi diskutuar, por që e kemi futur në plan të investimit të këtij viti, dhe përgatitja për përmirësimin e sistemit të parkimeve në bazë të projektit të rikualifikimit urban për parkimet nëntoksore, siç e kemi diskutuar edhe në planin urban të Zdrales, të Rusit edhe të Perash, janë 3 parkime të cilat janë domosdoshme sot për të zbutur një nga problemet që ka kriju rritja dhe zhvillimi i qytetit edhe i trafikut qytetit në këtë kohë me parkimet.
Kemi po ashtu shërbimin shëndetësor, konstruksionin dhe mirëmbajtjen e qendrave shëndetësore është një nga pikat e buxhetit që në planifikim ton kemi 3 qendra shëndetësore në Postrib, në Muriqan, në Gurxhi. Do vazhdojmë me një nga një nga prioritetet tona që është arsimit dhe sporti, investimi në shkolla dhe në kopshte. Kemi parashikuar Tonin Mhillin, Bertushën, 28 Nëndorin, Ismail Qemalin dhe Tring Smajlin, që arret 450 milion lek vlerë e investimit. Po kështu Pallati i Sportit është parashikuar me rreth 60 milion lek. Pallati i Sportit Qazim Dervishi është mendoj një nga prioritetet e qytetit dhe kërkesë e komunitetit që ne do ta realizojmë gjatë këtij viti me këtë buxhet. Sigurisht do të vazhdojmë projekte tjera që kanë të bëjnë me asetet kulturore, rijetizimi i Kalas Rozafës 180 milion lek. Do vazhdojmë të avancojmë me fillimin e investimeve për muzeun e dëshmizet kujtesës. Po kështu dhe projektet që tashmë kanë të bëjnë me rivitalizimin e zonës së muzeve. Disha menda me ju edhe 2-3 shifra të turizmit. Në shifra për krahasimet kemi rritje të numrit turistëve në Shkodër, siç ju e dini, tashmë janë të saksuara me numra. Sot mesatare shpenzim për një turist gjatë qëndrimit, qoftë më parë një turist ka harxuar 165 euro, tash ai harxhon. Këto janë element të cilët na japin të kuptojmë atë rritje të efektit ekonomik të investimeve që ne kemi. Kemi rritje të vizitorëve nëpër muze, vetëm net fjetjet regjistruar janë 548.000. Sigurisht numri aktiviteteve dhe promovimi i bashkisë ka qenë një nga prioritetet tona, që siç e thash, ato janë që kthehet e gjithë kjo kthehet në një efekt ekonomik. Kanë qenë rreth 259 aktivitete kulturore të Bashkisë Shkodrës. Kemi qenë një nga qytetet me aktivitetet më të shumta turistike, kulturore, në funksion të turizmit, do të thoja. Sigurisht kemi pas element të marketimit inovativ për qytetin. Kemi shumë turista që vizitojnë webet, edhe kemi shumë promovime të qytetit si asnjëherë tjetër në rrjetet sociale. Të gjithë sot e shohin Shkodrën si një destinacion shumë interesant edhe të admirueshëm për tu vizituar. Po të ndaja në investimet me impaktin më të madh në turizëm për qytetin, janë projektet strategjike me ndikim direkt, po të thonim kështu, në përmirësimin e infrastrukturës dhe të eksperiencës turistike. Sigurisht nga gjërat që do ndaja më të veçanta dhe më pikante, që sot janë në Shkodër dhe që kanë ndikim shumë të rëndësishëm, po që ndaj bashkë me ju besoj këtë opinion, është Muzeu i Lindrimit, që mbarimi i tij do të japë do krijojë një destinacion të ri, është sigurisht për rikualifikimi i Zdrales, që vetëm që tani ka dhënë një efekt të jashtëzakonshëm. Ishte një lajm shumë interesant që thash, më duk se ishte lajmi më i rëndësishëm i qytetit për këtë kohë, ishte që një nga dyqanet e Zdrales ishte shit 1.080.000 euro para një 2 javësh. E thash këtë një dyqan që mos ishte shit ndoshta 300.000 euro para në fakt me një fjali të tillë i thot shumë shka. Nëse se fillojnë ne në Shkodër në rritet vlera pronës, vlera interesit të investimeve. Edhe mendoj që kjo është edhe treguesi i efektit që po ndodh sot në qytet dhe zhvillimin e qytetit. Por për të vazhduar për te Zdrales, po kështu zërimi i Urës Bashallikut, që investim shumë i rëndësishëm, parku i hyrjes së qytetit, që po vazhdon të punohet. Rruga e Dukagjinit është shumë e rëndësishme që të përfundohet mirë dhe njëkohësisht të jetë asfaltuar dhe të përfundohet si mirë gjithë standardeve. Rruga Shirok-Zogaj që po vazhdon të punohet është absolutisht një rrugë që do japi prapë një dimension tjetër qytetit dhe një interes shumë të madh të gjithë bregut të liçenit në mes Zogaj dhe Shirokës. Rijetizimi i Kalas Rozafës është një projekt shumë interesant. Kalaja Rozafës ka qenë është një nga destinacionet më të mëdha kombëtare të vizitueshme me shifra, me statistika dhe megjithëse është në një nivel akoma jo të duhur të rijetizimit edhe të infrastrukturës, po thoya edhe të muzeut atje, disa investime të cilat mund ta rikthejnë në nivelin e lartë do të japin një impakt të jashtëzakonshëm. Po kështu mendoj dhe
projekti që kemi për rrugët rurale të biçikletave është hyrë tek ato investimet të cilat mendoj se kanë një efekt. Në fundit e gjithë ajo që po bëjmë dhe që po ndajmë me ju, edhe mendoj që po provon pak nga pak që gjithë ky përpjekje, gjithë kjo punë që po bëjmë së bashku, në fundit ne intereson dhe mendojmë se ka efektin e saj në rritjen e mirëqenies, në rritjen e ekonomisë, në kthimin e Shkodrës në një qytet më të mirë për të jetuar, një qytet më të mirë për vetë ne edhe për fëmijët tanë. S'po zgjas më shumë këtu, po ja jap fjalën në mënyrë pak më specifike dhe më të teknike për buxhetin të UT-s, e cila do mundohet në mënyrë pak më të strukturuar të japi programet tona të zhvillimit me pak më shumë detaje shifrore. Ju falenderoj. Faleminderit kryetar. Fjala për ju, Zonja Haxhi. Po bëjmë një panoram të pjesës teknike të buxhetit. Baza ligjore nuk po zgjatën, është ligji 139 i 2015-s, ligji 9936 i 2008-s, ligji 68 i vitit 2017, udhëzimi i Ministrisë Financave dhe Ekonomisë 23 datë 37/2018, që është për procedurat standarde të përgatitjes së buxhetit, udhëzimi plotësues i vitit numër 8 datë 20 i 2. Zoti kryetar, a ka mundësi për qellë qytetarë që po na njekin të kuptojnë diçka, kena diskutuar tek mbledhja e komisioneve që të jemi sa më konkret baza ligjore, sepse mandena mund të hyet me lexu secilin prej ligjeve dhe smarrim as nesër. Okej. Kështu që ndoshta me kalu. Atë kalojmë tek detajet e programeve, pra Okej, po, dakor. te programet buxhetore, lutem. Po, te programet buxhetore, te programet buxhetore, aty ku mund të kenë interesa të qytetarët në raport me shifrat. Dakor. Burimet e financimit për vitin 2026-2028 janë të ardhmët e veta dhe donacionet për vitin 2026 janë 1.486.257.000, transferta pa kushtëzuar 1.210.749.000, transferta pa kushtëzuar sektoriale 639.260.000, të trashëguara 160.048.028 dhe totali 3.396.314. Po kështu në tabel shikohet edhe viti 2027 dhe 2028 që në total është 2027 3.311.656.000 dhe në 2028 3.321.997.000. Faktikisht unë jam mundu mira pak shkurt, po burimet e financimit mendoj që janë për interes dhe përgjithë, me ditë cilat janë burimet se kryetari preku dhe investimet dhe prioritetet u thanen, unë pak a shumë është pjesë teknike kjo. Burimet e financimit janë edhe të materiale, dhe më thanë janë të materialisht mërdam, janë edhe në faqet publikume në faqet bashkisë. Në mënyrë më detajume është kjo tabela këtu, që janë da me burimet nga anëtarët e veta, që janë taksa pasurisë, taksa ndikimit në infrastrukturë, taksa tjera vendore, tarifat vendore, të ardhmë nga asetet dhe aktivitet ekonomik, të ardhmë të tjera administrative. Transferta pa kushtëzuar qendrore, që ka transfertin e pa kushtëzuar të përgjithshme, dhe transfertin e pa kushtëzuar sektoriale. Të ardhmë nga taksat e ndara, janë taksat vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdora, renta minerale, tatimi të ardhmë personale, grandet dhe transfertat të tjera, grandet të huaja, si dhe trashëgimi nga viti i kaluar që janë vetëm për vitin e parë që janë 160.028.000, i cili ndikon edhe në peshën specifike të buxhetit. Unë nuk po lexoj vlera, se pak a shumë ju shikoni në tabel. Në peshë specifike, të ardhmë veta dhe takset e ndara dhe donatori mesatarisht 48.4% vitin 2026, 45.5% vitin 2027, 44.6% vitin 2028. Transferta pa kushtëzuar e përgjithshme 32.6% vitin 2026, 34.4% vitin 2027, 36.1% vitin 2028. Transferta pa kushtëzuar sektoriale në vitin 2026 është 18.8%, në vitin 2027 19.1% dhe në vitin 2028 19.2%. Mesatarisht, të ardhat e veta dhe takset e ndara zënë mesatarisht 46.2%,
transferta pa kushtëzuar 34.4%, transferta pa kushtëzuar sektorale 19.1%, të trashëguara 0.4%, në total i gjithave bën 100%. Raporti i burimit financimit nga vijnë nga transferta qeveritare, ku futet transferta pa kushtëzuar dhe sektoriale, dhe nga tarët e veta dhe taksat e ndara. Në vitin 2026 është 48.5%, tarët e veta dhe taksat e ndara, dhe 51.5% janë taksat transferta qeveritare. Mesatarisht, po ta marrë mesataren, 46.4% janë tarët e veta dhe 53.6% janë transfertat qeveritare. Një informacion për të ardhurën e veta, ju keni edhe te materiali, te pjesa kapitullit e pjesa vështrimi përgjithshëm është një kapitull vetëm për të ardhurën, që ka të përfshirë të ardhurën nga taksat vendore, taksa e pasurisë pa lujshme, taksat e ndërtesë, taksa mbi tokën bujqësore, taksa mbi trullin, taksa mbi transaksionet e kryera me pasuritë e pa lujshme, taksa ndikimit në infrastrukturën nga ndërtimet e reja, taksa të tjera vendore, që janë mbi biznesin e vogël, taksa vendore për shërbimin hotelier, taksa tabelës, taksa vendore mbi tarët e krijuar nga dhurata, trashëgimi dhe testament, dhe taksat e përkohshme që ne për momentin nuk kemi si bashki. Peshen më të madhe specifike tek taksat vendore dhe taksa ndikimit në infrastrukturë 63%. Taksa pasurisë 31%, taksa mbi ndërtesën 23%, taksa mbi tokën bujqësore 3%, taksa mbi trullin 3%, taksa transaksioneve të kryer nga pasuritë e palujshme 2%, taksat vendore në shërbimimin hotelier 4% dhe taksa tabelës në 2%. Tarifat. Një burim i rëndësishëm financimit janë dhe tarifat vendore, ku përfshihen tarifat e menaxhimit mbetjeve, tarifat për zonën e hapësirës publike, tarifat për ndriçimin publik, tarifat për gjelbrimin, tarifat për shërbimet administrative të bashkisë, tarifat të institucionet të arsimit, të kulturës dhe të sportit, tarifat për shërbimin e ujitjes dhe kullimit, dhe tarifa parkimit, si dhe tarifat të tjera. Në peshë specifike, peshën më të madhe zë tarifa e menaxhimit mbetje, rreth 47%. Pastaj tarifa për zonën hapësira publike 12%, tarifa ndriçimit 15%, tarifa për gjelbrimin 6.5%, tarifa për shërbimin administrative 5%, tarifa nga institucionet e arsimit 5%, tarifa për nga institucionet kulturore 3%, tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit 1%, tarifa parkimit 5% dhe tarifat e tjera 0.5%. Mënyra, si taksohen, si tarifohen më saktë, është tarif qytetarët, edhe për taksa e ndërtesë, por edhe tek tarifat e pastrimit, gjelbrimit dhe ndriçimit, janë numri i familjeve me cilën llogaritet baza e tarifës së tyre tarifave dhe taksës së ndërtesës, janë gjithsej 35.000 familje, 35.425 familje, nga cilet njësia qendër është 20.415, ndërsa njësitë administrative janë 15.010. Bashkia ka gjithashtu dhe politika fiskale, dhe këtu janë ndamë edhe familjet, sa familje janë me tarifat plota dhe sa janë me lehtësi fiskale. Dhe nga cilat me lehtësi fiskale, që janë tek paketa, janë pensionistë dhe invalid, si dhe me lehtësi fiskale nga ndihma ekonomike. Tabela është e përshkruar në këtë mënyrë, nga totali i familjeve, 35.425 familje, 27.276 janë me tarifat plota, 8.149 janë me lehtësi fiskale, nga cilat 6.773 janë me lehtësi fiskale pensionistë dhe invalid, dhe 1.376 janë familje me ndihmë ekonomike. Mënyrë grafike, shpërndarja e popullsisë në qytetin e Shkodrës janë 58% është njësia qendër dhe 42% janë njësitë administrative. Edhe kapaciteti i bizneseve, institucioneve taksapaguese janë gjithsej janë 6.050 biznese, nga cilat 4.331 janë me xhiro 0 deri në 8 milion, dhe mbi 8 milion janë 1.654 familje dhe 65 biznese. Shpërndarja sipas xhiros, biznesi i madh që janë to mbi 8 milion janë 27%, biznesi i vogël 72% dhe institucionet 1%. Ndërsa shpërndarja sipas njësive administrative 78.23% janë njësi administrative Bashkia Qendër, 6.25 është njësia Rrethina, njësia Ana Amalet 1.09, Velipoja 5.39, njësia administrative Daç 1.04, njësia Postrip 1.5,
njësia shal 1.54, njësia pol 0.03% dhe njësia shosh 0.21%. Taksat e ndara pak a shumë janë të qëndrueshme, janë taksa që mbledhen nga qeverisja qendrore dhe i transferohen pushtetit vendor çdo fund mujit, çdo fillim mujit për muajin paraardhës. Janë gjithsej 136.035.000 në vitin 2026, 137.535.000 në vitin 2027 dhe 137.535.000 në vitin 2028. Burimet nga qeverisja qendrore janë transfert pa kushtëzuar që në vitin 2025 ka kanë 1 miliard, në 2026 janë 1.1 miliard, mesatarisht 6.9% krahasuar me vitin 2025. Në vitin 2027 është planifikuar 1.150 miliard, mesatarisht 10.6% krahasuar me vitin 2025. Në vitin 2028 është 1 miliard 199 milion e 524.000, mesatarisht 15.4% krahasuar me vitin 2025. Mesatarja periudhës nga 26 në 28 është 1 miliard 153 milion e 436.000, nga cilet 11% është 11% më e madhe se në vitin 2025. Këtu është bërë një krahasim duke filluar që nga viti 2018, transferta çdo vit vjen rritje. Në ligj parashikohet që 1% i produktit brendshëm bruto është transferet e pakushtëzuara, cili jepet me formunë dhe zut me kanë më ulë se vitin paraardhës. Normalisht të jepet një raport. Kjo është edhe pjesë e materialit të vështimit i përgjithshëm që mundeni me e pa. Transferta pakushtëzuar sektoriale në vitin 2025 ka kanë 567 milionë 878.000, ndërsa në vitin 2026 dhe në 2028 të 3 vitet është shifra e njëjtë 639 milionë 261.000 dhe mesatarisht 12.6% krahasuar me vitin 2025. Rritjeve të lartë janë programet e mbrojtjes sociale rreth 50.3% dhe arsimi parashkollor dhe stafi mbështetës 28.2%. Këtu është dhënë tabela, e cila është transferta pakushtëzuar për gjitha funksionet që janë deleguar në vitin 2018 dhe shikohet edhe rritja që thanë. Gjitha funksionet janë me rritje në krahasim me vitin 2025. Programet si në vitin 2025 dhe në 2026 vazhdojmë me pas 9 programe, ma saktë 8 programe, sepse fondi rezervë dhe kontingjenca nuk është pjesë e programit, po është thjesht një fond gjendje për rastin e emergjencave ose në rastin e mos realizimit të ardhmë që është fondi kontingjencës. Paga dhe sigurime në vitin 2026 janë 1 miliard 372 milione 601.000, në vitin 2027 1 miliard 372 milione 562.000, në vitin 2028 1.3 miliard. Shpenzimet operative në 2026 është 1.1 miliard, në 2027 1 miliard 0.4 milion, në 2028 1 miliard 0.7 milion. Transferta është në 2026 në 288 milion, në 2027 në 278 milion, në 2028 në 208 milion. Investimet në 2026 në 622 milion, në 2027 në 566 milion, dhe në 2028 në 507 milion. Në formë grafike duket panorama që pagat zonë 21.34%, mesatarisht 21%, shpenzimet operative 33%, transferimet 8.4%, ndërsa investimet variojnë nga 7.18 në 18.32%. Disa tregues kryesor të buxhetit. Në vitin 2020 thamë më përpara, në vitin 2026 buxheti total është 3 miliard 396 milionë 314.000, rreth 15.72% raport me 2025. Në vitin 2027 është 2.51% krahasuar me vitin 2026, dhe në vitin 2028 është 0.81%. Në 2027 është një ulje sepse nuk kemi trashëgimi me destinacion, sepse parashikohet gjithmonë për vitin e parë buxhetor. Pagat janë në vitin 2026 zënë peshën specifike ndaj totalit 40.23%, në 2027 21.24%, dhe në 2028 21.34%. Shpenzimet operative përbën 32.78% në vitin 2026, me një rritje me 33.03% në vitin 2027 dhe në vitin 2028 33.03%.
Transferta 8.48% 2026-ën, 8.42% 2027-ën dhe 8.45% në vitin 2028. Investimet 18.32% vitin 2026, 17.09% vitin 2027 dhe 17.18% vitin 2028. Fondi rezervë është i njëjtë në të 3 vitet, 31 milion 032 mijë. Siç u tha dhe tek prezantimi i kryetarit, analiza për vitin 2026-2028 është ka prioritet shërbime publike, planifikimi mjedisi, arsimi, gjithashtu rrisi e këtij viti janë edhe banesat sociale, që ishte një shifër e konsiderueshme. Shpenzimet sipas programeve në vitin 2026 e thamë shifrën totale 3.3 miliard lek, ku peshën të madhe specifike zënë shërbime publike me 25.7%, arsimet me 23.5% dhe planifikimi dhe kontrolli i territorit me 11.3%. Në 2026-ën pagën zënë rreth 14.4% totalit, ku peshën të madhe specifike zë arsimi me 37.2%, sepse kemi pagat e edukatorëve edhe të punojësve mbështetës, menaxhim dhe shërbime mbështetëse me 17.7% dhe shërbime publike me 11.8%. Shpenzimet korrente zënë 41.3% të totalit, ku peshën të madhe specifike zënë shërbimet publike vendore me 46.8%, kultura, sporti dhe kultura dhe sporti 14.5% dhe arsimi me 14.7%. Shpenzimet kapitale zënë rreth 18.3% të totalit, ku peshën të madhe specifike zë planifikimi dhe kontrolli i territorit dhe mjedisi me 45.6%, kultura, sporti me 17% dhe arsimi me 13.1%. Ky krahasim është bërë për të 3 vitet, domethënë është dhënë shifra totale e buxhetit për vitin, cilat janë 3 funksionet prioritare, pastaj për secilin për pagat, shpenzimet korrente dhe për investimet. Është edhe pjesë e materialit që është shpërnda. Tek pjesa e vështrimi i përgjithshëm. Kjo është formë grafike, zërat e shpenzimeve, 40% janë pagat, 33% janë shpenzimet operative, 9% janë transfertat dhe 18% janë investimet. Kjo është tabela, detajimi i fondit deri tash pa me shpenzimet, detajimi i buxhetit sipas zërave të shpenzimeve, tash është sipas programeve. I dam në paga dhe sigurime shoqërore dhe shpenzime korrente dhe shpenzime kapitale. Në formë grafika që thamë më përpara, në total vitin 2026, menaxhim dhe shërbim mbështetëse zënë dhe 10%, sigurime dhe publike dhe mbrojtje sociale 7%, mbështetje për zhvillim ekonomik vendor dhe rural 2%, planifikimi dhe kontrolli i territorit 11%, shërbim publike vendore 26%, kultura 12%, kultura dhe sporti, për kujdes social 7%, fondi rezervë 1% dhe arsimi 24%. Ky është programi planifikim, menaxhim dhe shërbimet mbështetëse. Pesha në vitin 2026, pesha ndaj totalit është 10.26%. Në 2027 10.34% dhe në 2028 10.6%. Pagat në vitin 2026 zënë rreth 69.9% të totalit të ky program, në 2027 71.1% dhe në 2028 69%. Shpenzimet korrente janë 101 milion, që zënë në 2026 29.2%, në 2027 27.9% dhe në 2028 30%. Shpenzimet kapitale janë 0.9% vitin 2026, 0.9 në 2027 dhe 0.9 në 2028. Pjesa mrapa janë gjitha sipas aktiviteteve. Faktikisht kur janë bërë dhe këto komisionet, kusha kanë administrata, domethënë janë diskutuar aktiviteti për një kur ka pas pyetje. Është pjesë e materialit, domethënë materiali është i shpërndan veshtrimi i përgjithshëm, ky që lexova deri tash, dhe tani him te secili prej programeve, dhe është e publikuar me programet veç e veç. Janë 8 programe. Dhe këto janë aktivitete 1 për 1 dame sipas viteve, 26, 27, 28, sipas produkteve dhe sipas aktiviteteve. Po kështu është siguria publike dhe mbrojtja civile, në cila peshën specifike në 2026 në 7.28%, në 2027 në 6.57% dhe në 2028 në 6.4%. Pagat në peshën specifike të programit zënë 64.4%,
në 2027 73%, në 2028 74.3%. Shpenzimet korrente zën 25% 2026, 24.8% 2027 dhe 25.3% në 2028. Kapitalen janë 10.6% në 2026, 2.1% në vitin 2027 dhe 0.5% në vitin 2028. Edhe këto janë gjitha aktivitetet, dame sipas produkteve, aktiviteteve, institucionit kushtizacioni likuidus dhe sipas viteve 26, 27, 28 totali. Mbështetja për zhvillimin ekonomik vendor dhe rural në vitin 2026 zë 2.01% të totalit të buxhetit, 2027 1.79% dhe 2028 1.72%. Pagat tek programi zën 40.9%, 2026, 26.9% 2027 dhe 48.8% 2028. Korrentet zën 46.9% 2026, 51.1% 2027 dhe 50.5% 2028. Shpenzimet kapitale zën 12.2% vitin 2026, 2% vitin 2027 dhe 0.9% në vitin 2028. Dhe këto janë aktivitetet një për një, sipas produkteve, sipas aktiviteteve, sipas institucionit likuidus dhe sipas viteve. Planifikimi dhe kontrolli i territorit zë 11.34% të buxhetit total, 2026, 16.33% 2027 dhe 16.66% në vitin 2028. Pagat zë 24.7%, sigurimet 17.6% dhe pagat dhe shpenzimet për pagat 17.6%, paga sigurimet në 2027 dhe po kështu 17.2% po shpenzimet për paga sigurimet në vitin 2028. Shpenzimet korrente janë 6 milion e 124.000, nga cilat 1.6% zën 2026, 1.1% 2027 dhe 1.1% në 2028. Peshën më të madhe specifike të zën shpenzimet kapitale. Në 2026 janë 73.7%, në 2027 81% dhe 2028 81.7%. Janë aktivitetet, janë rrugët, që ju i patë edhe me foto, prioritetet për vitin 2026. Shërbimet publike vendore, në 2026 zën 25.65% të buxhetit, në 2027 25.87% të buxhetit, në 2028 25% të buxhetit. Pagat sigurime zën 18.6% për vitin 2026, 18.9% për vitin 2027 dhe 19.7% për vitin 2028. Korrentet, këto është pesha më specifike zën shpenzimet operative, korrentet, 75.3% janë vitin 2026, 76.9% vitin 2027 dhe 78.8% 2028. Shpenzimet kapitale 6.2% në vitin 2026, 4.3% vitin 2027 dhe 1.4% në 2028. Këtu shihet edhe tipologjia normale, që shpenzimet bazë janë shpenzimet operative. Që përkthehen investime pastaj. Kultura, sporti, zë 12.08% të totalit në vitin 2026, zë 9.1% të totalit në vitin 2027, zë 9.09% të totalit në vitin 2028. Paga sigurime 2026 në zënë 24.8%, 2027 dhe 2028 në zënë 33.8% dhe 33.7%. Shpenzimet korrente në 2026 janë 29.4%, shpenzimet në 2027 janë 64.9% dhe shpenzimet në 2028 janë 64.9%. Shpenzimet kapitale në vitin 2026 janë 25.7%, në vitin 2027 1.2% dhe në 2028 1.3%. Gjithashtu ka tabelën përkatëse me gjitha aktivitetet tek materiali përveç pjesë hyrëse, ka edhe një përmbajtje me 5 kapituj. Tabela e parë e shpenzimit sipas klasifikimit ekonomik, tabela e dytë jep treguesit të performancës, tabela e tretë jep produktet, pastaj pjesa tjetër jep të dhënat e programit dhe tabela fundit është kjo tabela që është tabela për aktivitetet. Pastaj secili prej aktiviteteve për me dash me pa mënyrë më të hollësishme e keni edhe fishat e projekteve, në cilat jepen aktivitetet në mënyrë detajuar në nivel nën aktiviteti.
Për kujdesi social, në 2026-ën është 6.98%, në 2027-ën 6.82%, në 2028-ën 6.8% të totalit. Paga sigurime, në 2026 janë 30.7%, në 2027-ën 32.2% dhe 2028-ën. Shpenzimet korrente, 44% në 2026-ën, 21.2% në 2027-ën dhe 21.2% në vitin 2028. Shpenzimet kapitale është kjo shifra për vitin 2026, shifra për banesat sociale që zë mesatarisht 25.3 deri 26.5% buxhetit programit. Kjo programi i fundit. Pesha specifike për vitin 2026, programi arsibe që zë tek totali është 23.5%, në 2027 22.2%, në 2028 22.8%. Paga sigurime shoqërore në peshën e programit zën 64%, në 2026, në 2027 69.4%, në 2028 67.5%. Shpenzimet korrente janë 206 milion lek, cilët zën 25.9% në vitin 2026, 28.3% vitin 2027 dhe 27.6% vitin 2028. Shpenzimet kapitale 10.1% vitin 2026, 2.3% vitin 2027 dhe 5% në vitin 2028. Janë shpenzimet sipas produkteve, aktiviteteve dhe institucionet likuidus, si dhe viteve, cilat në mënyrë analitike i keni tek pjesa e materialit si fish projekte, për edhe për investimet dhe për shpenzimet operative. Kjo është balanca e buxhetit, buxheti është i balancuar se kjo është parimi numër 1 i ligjit 9936, i buxheti duhet me kanë i balancuar dhe është burimet e financimit për vitet dhe diferenca është fondi rezervë. Më falni për vitin, sa është 26, 27, 28. Po do të slajd si fundit. Që diferenca 31 milion lek është fondi rezervë dhe fondi i kontingjencës. Faleminderit zonja Haxhi Faleminderit. për prezantimin të detajeve teknike të buxhetit dhe projekt buxhetit 2026-2028. Relatim nga ana e komisioneve nuk ka, realisht ishin të planifikume 13 mbledhje komisionesh, asnjë nga komisionet nuk ka pas quorumin për të marrë vendim. Kështu që nga 51 këshilltar prezent në mbledhjet dhe në diskutimet e programit kanë qenë pranishëm vetëm 13, gjatë cila nuk na jep të mundësinë për të diskutuar në çdo detaj për sa i përket programeve buxhetore. Megjithatë, do vazhdojmë sipas rregullores me pyetje në lidhje me projekt buxhetin që sapo prezantuar në vija të përgjithshme nga ana kryetarit të bashkisë dhe në detaje teknike nga drejtoresha e buxhetit zonja Haxhi. Zoti kryetara, mundë për procedurë Po. si është. Edhe në respekt të rregullores, nenit 51, do të ishte shumë mirë domethënë që të ndahej kjo pjesa e pyetjeve me pjesën e diskutimeve, sepse krijohet një kakofoni pastaj në E thashun vetëm pyetje do kemë. Jo, dakor, Po. por thjesht për ta evidentuar. Jo, evidentohet Dhe më vetëm pyetje. pas të pjesa e diskutimeve, ndoshta të përcaktohet edhe koha. Rregullori Është thotë që përcaktuar në është 5 rregullor. minuta, Po. por në rastin e vendimarrjeve kaq të rëndësishme siç është buxheti, mund të jepet një kohë tjetër, por këtë mund ta Dakordsojmë, nuk është ndonjë problem koha për secilin këshilltar. Kështu që vazhdojmë me pyetjet për pjesën e diskutimeve dhe ne vazhdojmë mbrapa. Po kush e don fjalën nga ana kështu zonja Sistani? Atëherë, unë një gjova me vëmendje dhe kena pa buxhetin, e kam kënë edhe pjesë e komisioneve, dhe nuk du me hyrë në shumë teknika, por kisha pas dëshirë me marrë përgjigje prej kryetarit faktikisht. Shohim një buxhet ku 60% e të ardhurave totale vijnë nga qeveria qendrore. Pra, 40% janë të ardhurat vendore. Pra, një buxhet që varet prej qeverisë qendrore. Apo ban ky buxhet që Bashkia Shkodër me hub autonominë reale të saj, dhe çanol në kjo se kjo transfert prej qeverisjes qendrore nuk vjen, ose vjen me vonesë dhe na nuk mrrim me realizu këto projekte dhe këto që thuhen. Kja është pyetja e parë. Mandej nxitem edhe prej fjalës kryetarit në fillim. Kryetari po thote që janë rrit investimet dhe këto po përmirësojnë të ardhurat e tjerë, dhe është një numër i madh projektesh. Faktikisht, te një prej fishave, te mbështetja dhe zhvillimi ekonomik, ne shohim që projektet
nuk janë shumë mirë të realizume. Prej 198 projekte në strategjinë territoriale, vetëm 18 ose 20 projekte kanë deri 20 projekte ecuri të mirë. 90 projekte për 190 është me ecuri të ulët. Në një kohë që shohim që investimet edhe në këtë vit parashikohen rreth 18%, dhe në kjo se marrim edhe vitin e vjeçme, kanë qenë pak a shumë me një shifër, dhe kjo se flasim për realizimet, pra shkon 17% paktën prej realizimeve që na kanë ardhur prej bashkiet. Dhanat, pra këto janë fakte. Na kena pas 18% investime dhe për vitin tjetër dhe janë realizu vetëm 17. Pse nolli gjatë tillë? Imagjinoje sa e vogël është pra kjo investimi, vlera e investimit. Por të parën kishte dashur me ditë për autonominë vendore dhe ç'a bëhet me këto 60%. Faleminderit. Faleminderit Zhonja Shestani. Nga ana e bashkisë në lidhje me. Do të mbledhim pyetjet apo do të Jo, unë kishe dashur pyetje përgjigje, sepse ashtu mandena në dhe harroj. Si do procedojmë nga ana kryetarëve të grupeve, do të bani pyetjet dhe mandej do të përgjigjena? Do mbledhim pyetjet. Okej, mirë. Do mbledhim pyetjet dhe do të përgjigjena. Dakor? Mirë. Vazhdojmë me pyetjet tjera, po zoti Anamali. Faleminderit, zoti kryetar. Një pyetje kisha lidhje me programin e arsimit. Vërej që tek programi si politikë është parashikuar edhe në trajnimi që i bëhet stafit, konkretisht stafit edukatorëve dhe të qerrë dhe kopshteve. Por vërej që është parashikuar 0 lek lidhje me këtë, pra lidhje me trajnimin e këtij stafi. Arsyeja pse nuk janë parashikuar fonde për trajnimin e tyre. Faleminderit. Faleminderit zoti Anamali. Dikush tjetër nga ana këshilltarëve? Zoti Beri. Përshëndetje. Duke pas parasysh se unë diskutova edhe në komision, por nuk kishte quorum komisioni i zhvillimit ekonomik dhe turizmit, do doja një përgjigje se nuk e mora ditë sepse në Velipoj nuk është kushtu vëmendja, do thosha unë në buxhet vëmendja duhur në Velipojs, por edhe një rrugë që është miratu vjet, është në proces, edhe nuk mora një përgjigje kur mund të fillojnë ajo rruga që është ngjit me pedonalen, sepse drejtori i planifikimit atë ditë nuk ishte, nga që kishte pak ditë që ishte emëru, nuk morë me një përgjigje. Do doja një përgjigje kur mund të fillojnë paktën ajo rrugë që është miratu qysh vjet edhe nuk ishte planifiku as si mas drejtori. Si mas drejtori i planifikimit. Faleminderit. Faleminderit zoti Beri. Dikush tjetër nga ana e këshilltarëve, po zoti Sokoli. Faleminderit. Unë do doja që në bazë të asaj çfarë u prezantua dhe asaj atyre rezultateve të pritshme që janë bërë dhe vitin e kaluar, të bëjmë një, mund të themi, rezume të kësaj. Unë fakt ajo çfarë lexoj edhe nga ky prezantim edhe nga prezantimi i vjetshëm, edhe nga materiali që është dorëzuar si pjesë e buxhetit, pra tek vështrimi i përgjithshëm dhe tek projektet strategjike, mund të them që ajo me çfarë duhet lidhet buxheti për sa i përket projekteve strategjike, buxheti i bashkisë duhet lidhet patjetër me buxhetin e qeverisjes. Në buxhetin e qeverisë që është miratuar në fillim dhjetorit në parlament. Ne në buxhetin tonë si projekte strategjike kemi 2 lotet e autostradës Adriatiko-Joniane, lotin Milot-Balldre dhe Balldre-Moriqan. Në fakt, tek kontratat e partneriteteve publike private në buxhetin e shtetit, këto nuk janë të parashikuara. Dhe nuk bën sens që ne t'i fusim tek buxheti jo, ndërkohë që në buxhetin e qeverisjes nuk janë të përfshira në buxhetin e qeverisjes. E njëjta gjë është, kryetari citoi rrugën e Dukagjinit. Në buxhetin e qeverisjes rruga e Dukagjinit nuk përfshihet në buxhet.
E njëjta gjë vjen për projekt që vjet u prezantu me pompozitet është ura mbi lumin Bun, që lidhet me Ulqinin, që përsëri nuk ka investim për sa i përket buxhetit shtetit dhe është një projekt i hedhur poshtë tashmë që ka qenë vjet në buxhetin e bashkisë. Kalojmë në nivelin, mund të themi, në shkallë qytetit për projektet strategjike. Premtohet në projektet strategjike të bashkisë bypassi ligjor i qytetit. Bypassi ligjor i qytetit ka 0 lek në buxhetin e qeverisjes. Për sa i përket implantit të trajtimit të ujëve të zeza, është zhdukur nga buxheti i qeverisjes, nuk ka qenë ndonjëherë në fakt pjesë e buxhetit të qeverisjes, as si mjet nuk është më prioritet për bashkinë. Se kuptoj pse. Kemi dhe njësër projektesh që janë pjesë e, mund të themi, programit të Portës së Alpeve, por programi i Portës së Alpeve, me sa kuptoj unë, ka një ngërç, sepse nuk ka të miratuar kredin dhe grantin për sa i përket 2 donatorëve që janë KFV-ja dhe Banka Europiane e Investimeve. Pra nuk ka të miratuar buxhetin për sa i përket investimeve, hapjes rrugës të investimeve të këtyre projekteve. Një projekt që financohet në këtë kuadër është projekti i kuartetit muzeumeve, që në fakt është pa financim për sa i përket kësaj. Projekti i rehabilitimit të Muzeut Kujtesës përsëri është pa financim. Projekti i rrugës biçikletave, që është përsëri pjesë e këtij programi, ngelet pa financim. Po ashtu një projekt që është pompuar shumë është projekti i rehabilitimit të bulevardit nga Parruca drejt Xhabijes, që edhe ky është një projekt që nuk sjell, pra nuk ka investim për momentin si rezultat i bllokimit të këtij fondi. Për sa i përket kësaj dhe vim në momentin që vitin që kaloi bashkia premtoi 45 milion euro investime për 18 muaj, në fakt. Dhe nga kjo analizë që unë bëra më sipër, rezulton që rezultatet janë shumë herë më poshtë se sa ajo çfarë premtohej. Dhe këtu lidhet edhe me impaktin ekonomik. Një problem fakt që nuk e ka vetëm Bashkia Shkodër, duhet jem realist për këtë, bashkitë çedojnë për të pas një zhvillim ekonomik lokal, sepse mundësitë mund të jenë edhe të pakta, por ju thoni që është rrit numri turistave dhe kemi një zhvillim konkret në turizëm. Në fakt ju jepni një shifër për sa i përket numrit turistave, ndërkohë për sa i përket vjeljes së taksës së hotelerisë, kjo është më ulët se në vitin 2024. Pra, në vitin 2024 kemi 33 milion lek nga taksa e hotelerisë dhe në vitin 2025 kemi vetëm 30 milion. Zoti Sokoli, tek pyetjet lutem. Po, kjo është një koment që ka dhe pyetje mbrëm edhe diskutime mbrëm. Ke pjesën tjetër të diskutimit, lutem përqendroni të pyetjet. Pra, ky hendeku midis numrit rritur turistave dhe vjeljes taksës që është më ulët se në vitin 2024. Kjo është një sqarim i parë. Dhe gjëja është që Bashkia Shkodër nuk i mjafton vetëm turizmi. Pra, Shkodra ka potencial të jashtëzakonshëm dhe nuk duhet ngel vetëm te turizmi, po ne duhet synojmë që me projektet tona të zhvillojmë patjetër bujqësinë, patjetër industrinë e lehtë, patjetër biznesin, por vetëm turizmi është shumë i brisht për të zhvilluar një ekonomi qëndësishme të Shkodrës. Kalojmë më pas tek pikat e programit, apo edhe tek shifrat e përgjithshme. Ne themi që kemi një rritje të buxhetit me 15%, dhe kjo rrjedh nga rritja e të ardhurave që vjen nga taksa e ndikimit në infrastrukturë në fakt. Taksa e ndikimit në infrastrukturë rritet me 50%. Mirë, po ta interpretojmë këtë rritje është se ne synojmë që të rrisim numrin e lejeve të ndërtimit dhe ta betonizojmë qytetin. Se kështu i bjen nëse ne rrisim taksën e ndikimit në infrastrukturë, pra vjeljen e kësaj takse, dhe ne rrisim varësinë ndaj ndërtimit, dhe kjo është një politikë që në afatgjatë është e dëmshme për qytetin, pra ndikon direkt në dëmtimin e identitetit të qytetit. Themi që në programin e planifikimit të territorit kemi
mund të themi atë pjesën e Luanit për sa i përket investimeve, rreth 200 milion lek investime nga 660 në total, dhe kemi rreth 17 projekte rrugësh. Këto projekte rrugësh dhe hapësirash blloqeve banimit, asnjëri nga këto projekte nuk ka projekt zbatim. Dhe justifikimi për mos realizueshmërinë e projekteve për sa i përket vitit të shkuar në këtë program është që ne kemi pasur probleme me tenderimin e projekteve. Dhe ne themi që realizueshmëria e kësaj është vetëm 35% në vitin e shkuar. Pra ky risk që një shifër kaq të lartë të investimeve ta kemi në këtë program, ndërkohë që ne nuk sigurojmë dot që ne do t'i bëjmë këtë projekt zbatime nëpërmjet tenderimit, dhe kjo është riskioze sepse është e njëjta situatë me vitin që sapo kaluam. Për sa i përket Imel, lutem pyetje. Këto janë pyetjet. Cilat? Ç'a ndodh pra, ju keni një realizueshmëri 35% në këtë program, dhe cila është siguria juaj që ju këto 200 milion lek të reja do t'i investoni, sepse ju keni një realizueshmëri që është shumë e ulët në vitin e kaluar. Kjo është pyetja. Për sa i përket programit të shërbimeve publike, kemi rreth 50 milion lek të reja për sa i përket rehabilitimit të rrugëve rurale dhe në qytet. Pra janë dy fish projekte, 25 milion edhe 25 milion. Ndërkohë nuk kemi një listë rrugësh se cilat do të investohen dhe do të përmirësohen. Pra, si është e thënë që unë të t'jap ty okejn për këtë, kur ne nuk kena një qartësi se cilat janë rrugë prioritare të qytetit që ju do të investoni shumë mirë, që po investoni, po i kaloni nëpërmjet ndërmarrjes së shërbimeve publike, por nuk kemi rrugët prioritare, flas në dokumentin që është dorëzuar në buxhet. Janë gati 80 milion lek të reja për sa i përket 2 kontratave të pastrimit të rrugëve dhe të trotuareve. Kemi një shqetësim të rritur nga qytetarët për sa i përket pastërtisë. S'po them për menaxhimin e mbetjeve, që është, mund të themi, në vete, po për sa i përket mirëmbajtjes rrugëve, trotuareve dhe gjelbrimit, kemi një shqetësim në rritje të qytetarëve për sa i përket pastërtisë. Nëse ne synojmë të jemi një qytet turistik, ne këtë duhet ta kemi patjetër on top. Dhe vim tek pika tjetër, për sa i përket lëvizshmërisë, ne kemi rreth 120 milion lek të vjetra për 3 kryqëzime me semafor. Dhe këtu mbaron vizioni i bashkisë për sa i përket përmirësimit lëvizshmërisë për vitin 2026. Ndërkohë, mund të them që qyteti ka nevojë ulëritse për, mund të themi, përmirësimin e aksesit të infrastrukturave lehtësuese për njerëzit me aftësi ndryshe. Po marr rastin e rampave. Rampat në qytet kanë nevojë që të kemi një plan të mirëfillt që ecë paralel me këtë punë, në mënyrë që të ketë përmirësim të aksesit të njerëzve me aftësi ndryshe. Dhe këtu marr një shembull, rruga Don Bosco. Rruga Don Bosco është projektuar, ndërtu, po zhvillohet në zhvillim e sipër, po implementohet dhe nuk ka rampa sot. Pra janë mbyll pjesë të trotuareve dhe nuk ka rampa. Aq më tepër performanca për ndërtimin e kësaj rrugë është shumë e ulët, është filluar me 6 qershor dhe akoma sot nuk ka marrë për 350 metër linear rrugë. Kur kemi këto të dhëna dhe këto fakte, si është e mujtur që ne duhet të zbatojmë një buxhet kaq të madh me kaq shumë gjëra, me kaq shumë investime për sa i përket shërbimeve publike. Dhe pika tjetër, ne herën që mbledhjen e fundit të Këshillit ne miratuam planin e lëvizshmërisë. Shumë mirë që u miratu ky plan i lëvizshmërisë, ne nuk demonstrojmë qëndrueshmëri dhe përgjegjësi ndaj këtij plani, sepse me të ardhurat tona nuk kemi asnjë investim serioz në kuadër të këtij plani. Ajo çfarë lexohet në buxhet. Përkundrazi, kemi disa projekte që ju i përmendët, janë projekte strategjike. Rruga e Baçallekut është në ose investimi i rrugës Baçallekut ka një qasje komplet të kundërt me planin e lëvizshmërisë. Pra ka një përplasje qasjesh midis planit lëvizshmërisë dhe kësaj rruge. Dhe duke mos hyrë edhe në projekte tjera,
siç është investimi në fermentim apo investimi tek rrugët degëzimet e rrugës Rozalejn, që ka investime jashtë standardeve. Kemi rrugë 4 metër të gjëra, unë e thash edhe në mbledhjen e komisioneve, nuk është diçka që ne duhet ta lejojmë. Më mirë të bëjmë një investim më të vonshëm dhe ta bëjmë sipas standardeve, se sa të bëjmë thjesht investime për dhe mos t'i kapim standardet që na duhen. Faleminderit. Faleminderit zoti Sokoli. Dikush tjetër? Nga ana e këshilltarëve, pyetje, zoti Pashuku? Atëherë në përshëndetje, unë thjesht kam pa edhe për arsimin. Mendoj se në njësinë administrative Bërdi shkollat runshen në shkollat më të mëdha në njësi administrative ka rreth 350 nxënës, ku vetëm në kopsh janë rreth 70 nxënës. Aty është e nevojshme për një palestër, me qenë se është numri i madh i nxënësve, ka nevojë për ndërhyrje të rrjetit elektrik, për arsye se ato janë me telat qysh në të 50 vjet. Edhe pozicioni gjeografik i shkollës është mes kryqëzimit të rrugëve. Në qoftë se është e mundur për me planifiku për me vënë bume, për arsye se aty mund të ketë edhe rrezik për kur fëmijët hyjnë dhe dalin nga shkolla. E para. E dyta, për të bujësia, siç e theksoi edhe kolegu Sokoli, kryetari përshëndoi që në vitin 2025 janë pastruar rreth 90 km kanale të kulluse. Në shinat e fundit, Siranën, për fatën e mirë zona e nën Shkodrës, që aty është sipërfaqja më e madhe, nuk ka pas probleme me përmbytjet. Edhe na nuk mund ta ndajmë epokën paraje shre dhe masë shre. Janë 730 km kanale kulluse. Kjo tregon se edhe bashkitë, para se me marrë zoti Besin në drejtimin e bashkisë, ata janë pastruar dhe shumica e atyre kanaleve ekzistuese ka kanë të pastruara, si rrjelloj nuk ka pas përmbytje në zonën e nën Shkodrës dhe në pjesën tjetër ku përveç disa tegësimeve që kanë qenë. E para, e dyta, unë pash të projektet e rrugëve. E kam theksuar në mbledhjet e tjera, është një projekt në fshatin Beltoj. Projekti është ekzistues edhe nuk e shoh të lista e investimeve në njësinë administrative Bërdic. Kaq ishte. Faleminderit. Zoti Osman Agaj. Faleminderit zoti kryetar. Pyetja parë i referohem dokumentit AG 141 për shërbime sociale. Në këtë dokument edhe vetë bashkia pranon se qerdhet në Shkodër janë të mingarkume, kapacitete të pa mjaftueshme, mungesë hapësirash, mungesë stafesh edhe ndërkohë që kërkesa për të aderu për të përfshirë fëmijët e tyre në këto struktura është gjithmonë në rritje. Po nuk kuptoj se në programin e afatmesëm 2026-2028 nuk parashikohet asnjë investim këto struktura. Kapital për zgjerimin e qerdheve, ndërtimi i ambienteve të reja apo rritjet kapaciteteve. Pyetja është si, domethënë, si në të njëjtën kohë, cila është strategjia reale për të dhënë zgjidhje këtij problemi nga bashkia? Faleminderit. Faleminderit. Po, zonja Golemi. Përshëndetje. Pari, po e filloj me një pyetje drejtuar kryetarit. U fol për zhvillim të turizmit. Por si mund të përmendim zhvillim të turizmit një kohë që rruga lidhëse e Shkodrës me Tiranën është një rrugë që lesh shumë për dëshiru, megjithëse kjo është rruga kryesore që lidh në rrugë toksore dhe me Europën. Dua të di nëse kryetari i bashkisë ka lobu pranë qeverisë për sistemimin e rregullimin e kësaj rruge, sepse është një problem jetik për gjithë zonën e Veriut. Dukeni shumë të diskriminuar, meqense jemi të vetmët banor të Shqipërisë që paguajmë Veriu, që paguajnë taksa kur kalon në rrugë.
dhe pjesa e rrugës aktuale me Tiranën është një rrugë që ka një cilësi që lëm për të dëshiru dhe megjithatë ne jemi banor që paguajmë për këtë rrugë me koncesion. Tashi do kaloj te disa pika tjera në lidhje me buxhetin. Shoh një hendek të madh mes planifikimit dhe realizimit. Në vitin 2025 u trashëgu rreth 36% ose 1/3 e buxhetit të vitit 2024 të ardhurave pra, si fonde të pashpenzuara në zërin trashëgimi pa destinacion. Si mund të flasim për realizime, një kohë që 1/3 e buxhetit të vitit kthehet për vitin pasardhës. Gjithashtu, ky hendek vazhdon nëse ne shohim investimet sipas 11 mujorit. Janë realizu aktualisht vetëm 18%. Atëherë, ne mund themi që kemi një buxhet madh, por me rezultate të vogla në terren. Një pyetje tjetër është në lidhje me taksat. Shohim se të ardhurat nga tarifat pastrim, ndriçim dhe gjelbrim për vitin 2026 janë parashikuar me një ulje 4.5%. Pse është kjo? A ka një rillogaritje sipas censit 2023? Apo diçka tjetër? Dhe në lidhje me këtë duhet shtoj një pyetje. Kemi ndërmarrjen ujësjellës kanalizime si agent tatimor, i cili është i bllokuar nga subjekte të treta, përmarrimi, banka, tatimet. Dhe detyrimet ndaj bashkisë nuk transferohen rregullisht. A ka lidhje kjo ulje 4-5% të ardhurave të planifikuara me këtë mos transferim? Një pyetje tjetër është në lidhje me një projekt që GIZ ka bërë me Bashkinë e Shkodrët për formimin e kompostimit në Rens për mbetjet e gjelbërta. A ka rrezik që ky, po e quajnë thojza landfill i ri, t'i shtohet atij të bushatit nën presionin që pritet të ketë në vazhdim dhe kjo është vetëm një mask, ky kompostim? Kam një pyetje tjetër. Shohim se në gjatë analizimit të programit të arsimit, kulturës dhe arktimit, buxheti i këtij viti që është 12.1% me vlerë 410 milion lek, kjo shumë është 136 milion më shumë se tavani buxhetor i miratuar në një vit më parë. Pra kena një rritje rreth 50%. A tregon kjo një mosbesueshmëri për planifikimin afatmesëm dhe tavanet buxhetore? Po këtu te ky program vjet re që edhe në 2026-ën, ashtu si po këtë vit që po lam, janë parashiku fonde të konsiderueshme për aktivitetet artistike dhe zbukurimet festiv me rastin e Krishtlindjes dhe Vitit të Ri. Te ky program shoh që ka një mungesë totale të planifikimit për festat e komunitetit musliman si Bajrami apo muji i Ramazanit. Komuniteti musliman është një komunitet taksapagues, njësoj si çdo komunitet tjetër. Për këtë arsye, ky planifikim buxhetor krijon një trajtim të pabarabartë dhe bie ndesh me frymin e mirëkuptimit fetar dhe barazisë që ligji dhe kushtetuta na imponojnë. Përveç pyetjes, unë këtu shtroj dhe një kërkesë. A mund të planifikohen fonde për zbukurim me drita dhe gjatë muajit Ramazanit, gjithashtu të zhvillohen aktivitete festive me rastin e Bajramit për të siguruar kështu një atmosferë festive dhe një trajtim të barabartë për gjithë banorët.
Kaq kisha, faleminderit. Faleminderit zonja Golemi. Dikush tjetër nga ana e këshilltarëve ka pyetje? Nuk, po, zoti Bianco. Për t'i lanë vendmanena dhe përgjigje dhe diskutimeve, unë kam dy pyetje. Në këtë buxhet dhe në këto investime të parashikuara, a është menduar në një lloj strategjie se si do të procedohet me mbarimin e punëve publike brenda një afati të caktuar kohor, me duke respektuar parametrat normale të kantiereve ku ndërhyet, sepse nuk përmbushin asnjë lloj standardi, as i takon kozgjatjes, as i takon procedurave që ndiqen në realizimin e këtyre punimeve dhe pa llogaritë edhe pjesën e cilësisë tyre. Do të thotë që këto para të taksa paguesve Shkodran, përtej që sepse ato janë paguesit, do të administrohen mirë, do të thotë pra ka parashikime në këtë aspekt, apo do të vazhdojmë me këto projekte të cilat zgjaten në kohë, nuk respektojnë rregullat e kantierit të punimeve duke rrezikuar edhe jetën e kalimtarëve në këto kantiere të hapura. Së dyti, në lidhje me universitetin, a ka parashikuar diçka në këtë aspekt, duke ditë që Universiteti i Shkodrës Luiç Gorakuqi është një aset shumë i rëndësishëm i realitetit shkodran dhe është më tepër i të rinjve në kuptimin që sot është plaga më e madhe shoqërore që ato janë duke braktisur vendin. A ka parashikim ndonjë fond, projekte përbashkëta apo në raport me qoftë edhe një interesante do të ishte edhe krijimi i një dite studentore ku mikpriten ato studentë të cilët nga bashkia dhe universiteti, studentët e rinj të cilët vinë në qytetin tonë, që është një praktike shumë universiteteve tjera perëndimore, dhe gjithashtu çfarë po bëhet me kartën e studentit. Karta studentit është një premtim i cili është thënë disa herë, por akoma nuk ka një gjë konkrete. Karta e studentit ka edhe është një instrument që provon se sa eficiente janë shërbimet që ofron bashkia. Domethënë, nëse ne i evidentojmë studentët dhe i japim një mundësi që të frekuentojnë me çmime të reduktuara linjat e transportit urban, kineman, teatrin, stadiumin e tjerë, këto vënë në një situatë provet edhe funksionalitetin e këtyre institucioneve. Faleminderit. Faleminderit zoti Bianco. Po i marrove pyetjet apo? Se po bëjmë pyetje përgjigje, mos u lak shumë, kam edhe dy pyetje tjera. A mundem? Po mundesh. Okej, atëherë, shoh këtë programin që është për mbështetje dhe zhvillimi ekonomik dhe normalisht buxheti për 2026-ën është 68.1 milion lek, që është vetëm 2% e buxhetit total të bashkisë. Dhe shoh që ka një ramje, mandena në 2027 59.3 milion dhe 2028 57.2 milion. Fakt që bashkia parashikon vetëm 2% të këtij buxhetit, a tregon mungesë vizioni dhe prioritetesh, një kohë që bizneset e vogla po mbyllen, trit po ikin, zhvillimi ekonomik trajtohet si formalitet. Pyetja jeme është pse zhvillimi ekonomik është i vetmi program që shkurtohet vit mas vitit. Dhe e tjetra është, a konsideron bashkia zhvillimin ekonomik prioritet apo thjesht një rubrik formale. Po te ky program shohim edhe investimet në ekonomi rurale, ku thuhet ku na mbështesim sipas të dhënave që ka pru vetë bashkia, 400 fermer në vit me një buxhet 8.6 milion lek, mesatarisht 21.000 lek për fermer. Çfarë investimesh në bujqësi bëhen me 21.000 lek për fermer. Pse nuk ka asnjë fond serioz për sa i takon vaditjes, tregjeve bujqësore ose mekanizmave të ndryshëm. Ndërsa pyetja tjetër e jeme është te programi Argëtim Kulture dhe Feja, flitet për trashëgimin kulturore. Ma shumë promovim, se rujtje shofun. Promovim me broshura, çdo vit, ashtu si dhe vjet edhe si mjet, prap me broshura, por mirëmajtja, fondet për mirëmajtjen janë të panërshume. Apo restaurohet trashëgimia, apo vetëm po promovohet.
pyetja jeme. Sa monumente realisht janë të parashikume mu rikonstruktu, sepse nuk e gjej dikun në buxhet. Faleminderit. Faleminderit zënja Shtestani. Tjera pyetje, me sa shoh nuk ka. E marrove, apo ke Një. edhe një? Sepse më kujtoi pyetje që e kam bërë 2 herë gjatë ditëve që ishim. Në lidhje me shpizat. Ne kena miratu një fond prej 3.4 milion për blerjen e 20 shpizave. Çfarë marrëdhëniet ka bashkia me ato operatorët që i kanë shpizat, sepse ne dim që këto shpiza janë lëshuar me një vlerë rreth 5.000 euro. Janë lëshuar me qira, apo sa pjesë e kësaj tarife kalon tek Bashkia Shkodër? Faleminderit. Faleminderit. Atëherë kalojmë tek përgjigjet në raport me pyetjet që u bane. Do bëjmë një pushim, Atë bëjmë një pushim 10 minuta dhe mandej rifillojmë edhe një herë. Ju lutem 10 minuta është pushimi,